Tirana me popullsi në rritje dhe zhvillim të vrullshëm po përballet me sfida mjedisore ku më shqetësuese janë ndotja e ajrit dhe akustike. Monitorimi nga Instituti për Zhvillimin e Habitatit Goplan në 13 pika në kryeqytet tregon për qëndrime të larta të disa ndotësve të ajrit. Agjencia Kombëtare e Mjedisit në matjet e realizuara të ndotësve të ajrit bën të ditur se vlerat janë nën limitet e rekomanduara nga OBSH. AKM shmang shifrën e grimcës PM2.5, që është më e rrezikshmja në ajër dhe sipas ekspertëve në Tiranë, është mbi normat e parashikuara nga OKB. Mjekët raportojnë për shtim të rasteve me sëmundjet respiratore dhe dëmtime të dëgjimit, si pasojë ndotjes së lartë dhe zhurmave në kryeqytet. Projekte si mushkëritë e gjelbra, autobus hibrid dhe aplikacioni Tirana Ime janë promovuar gjerësisht, por shumë prej tyre nuk funksionojnë. Bashkia e Tiranës tregon se projekte si Bulevardi i Ri, rehabilitimi i shesheve dhe pylli orbital synojnë përmirësimin e situatës mjedisore. Megjithatë, bashkia pranon se cilësia e ajrit mbetet një sfidë e madhe për Tiranën dhe që kërkon fuqizim më të madh të ligjeve mbi mjedisin. Edhe në progres raportin e KS për Shqipërinë, kërkohet më shumë përpjekje për cilësinë e ajrit dhe për të përmirësuar sistemin e monitorimit. Qytetarët e Tiranës jetojnë çdo ditë me pasiguri për shëndetin dhe mirëqenien, ndërsa institucionet duket që janë larg zgjidhjeve konkrete.